Kosova në eufori ndërsa ndëron historinë e Kupës së Botës, kështu shkruajnë mediat e huaja ku sonte gjithë vëmendja është tek Kosova. 10 vjet më parë Kosova nuk kishte luajtur kurrë ndeshje kualifikuese për Kupën e Botës. Sonte ata janë 90 minuta larg kualifikimit për finalet e kësaj vere. Në stadiumin Fadil Vokri do të shkruhet historia. Kosova, një vend i vogël që pavarësinë e fitoi në vitin 2008, kurse në FIFA u pranua në vitin 2016, do të ketë përballë një kundërshtar të fortë dhe me përvojë, që dikur kishte arritur deri në vendin e tretë në botë, por sonte statistikat nuk kanë më peshë. Kosova e renditur e 78 në botë përballet me një sfidë që shkon përtej futbollit. Është sfidë për krenari, për identitet, për një ëndër që prej shumë kohësh duke je pa arritshme. Përballë një Turqie të renditur e 23-ta, diferenca në letër është e madhe, por në fushë gjithçka vendoset nga guximi. Vetëm 90 minuta ndajnë Kosovën nga një mrekulli sportive. Kualifikimi në Kupën e Botës FIFA 2026, një turne historik me 48 skuadra që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksik. Një fitore sonte dhe Kosova nuk do të jetë më thjesht një histori frymëzuese, do të jetë një realitet botror.